Unë sot i lexova dhe sinqerisht nuk e kam parë si një gjë që sulm, nëse mund ta them në këtë mënyrë. Ato janë reagime shumë normale dhe ato kanë reaguar, ne nuk duhet harrojmë që edhe kur protesta e opozitës ishte e dhunshme dhe plasën Molotovët, edhe njëjtën gjë kanë bërë, ato kanë reaguar dhe kanë qenë kundra dhunës. Pra, ata shumë normale që të reagojnë dhe natyrisht, siç e tha dhe profesori, ishte shumë e bukur. Aty ku ka debat dhe aty ku ka përplasje tregon që gjërat janë shumë më normale dhe ashtu duhet funksionojnë. Kështu që në këtë mënyrë lexoj si gjë krejt normale. Natyrisht, asnjëra nga palët nuk është në momentin e vet po them më të mirë, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që i lexojmë ashtu siç janë drejt, është logjike që ata të bëjnë një prononcim të tillë. Mua, nëse s'do e bënin një prononcim të tillë, do më vinte çudi, por në moment që e bëjnë është më se normale. E ke parë si kritik ndaj Ramës? E ke parë si kritik ndaj Ramës dhe asaj që ndodhi në sallën e parlamentit? Apo si ishte e tillë? E ke parë si një kritik ndaj Ramës dhe socialistëve dhe votës në parlament, apo nuk ishte e tillë? Jo, nuk e kam parë, jo, absolutisht, nuk e kam parë fare ashtu. Se si kritik kam parë për shembull reagimin e ambasadës gjermane ndaj dhunës protestës së dhunshme që është bërë para kryeministrisë. Po prapë kjo nuk është se ngren ose u gjë, ata janë thjesht po tregojnë në një farë mënyrë të rregull që ata po e ndjekin se çfarë mund të ha pas hapi dhe në fakt kjo është një gjë shumë e mirë praktikisht. Okej, Klementin. Unë mendoj që duhet të shikojmë fillimisht reagimin e ambasadës britanike, e cila ishte para se sa të bëjë votimi, pra në seancën parlamentare. Dhe për mua ishte një mesazh shumë i qartë. Të gjithë e kuptuan mesazhin, po sigurisht edhe pse s'kishte emra aty konkret në atë. Dhe që ishte një lloj presioni, fundja fare presionin e ka pranuar dhe Rama vetë pastaj më vonë. Pra që ka pas presion. Nuk ka pse mos ta pranojmë edhe ne këtu, që jo vetëm ishte kritik, po ishte presion me gjuhë diplomatike sigurisht, me atë nën tekste diplomatike, se diplomatët vinë flasin gjuhën e tyre, edhe ambasada gjermane, po edhe këto holandeze, po suedeze, po çfarë ishte tjetër, pra ambasada të rëndësishme të vendeve të Bashkimit Evropian, sigurisht mungonte ambasada franceze, apo jo? Se kemi dëgjuar. Dhe ambasada amerikane, që është një mungesë... Po ambasada e motrës, apo italiane? Edhe ajo. Edhe ajo më motë. Edhe ajo mungonte. Pra, kemi një, si thua një qëndrim që disa ambasadeve të rëndësishme, po jo të gjithave. Po pa diskutim. Jo të unifikuar dhe, por, nëse më lejon vetëm ta mbyll si argument. Për mua, kjo në një farë mënyrë i ka dhënë Ramës karburant, po themi, që të eci me këtë narrativën që ne mbrojmë interesin e shqiptarëve, ka zërat ndryshëm në Europë, ca mendojnë kështu, ca mendojnë ashtu, ne mendojmë kështu, edhe vazhdojmë. Unë mendoj që reagimi e ambasadave është pasojë. Pasojë më e parëndësishme krahasuar me problemin e raportit paraprak që duhet miratohej ka Brukseli për ecurinë e reformave në Shqipëri. Pa u miratuar ai raporti paraprak, nuk mbyllen kapitujt, asnjë kapitull. Okej. Dhe di ku është problemi? Do ishte miratuar përpara diskutimit për imunitetin e zonjës Balluku, ngriu, u laj për të parë se si do reagonte majoranca, se opozita që e ka shtë s'ka. Problemi është që mori vendim, e bëri majoranca, akoma nuk është miratuar. Ka ngelur pezë. Pra, do ndikoj të procesi integrimit? Dhe çfarë ndodh? Në qoftë se ne kishim marrë revanin drejt integrimit dhe kaluam në vendin e parë të vendeve të Ballkanit Perëndimor për antarësimin në Bashkimin Evropian, filloi Shqipëria ka frenuar. Dhe Shqipëria sot e ka parakaluar pa diskutim Malizi, që është konstant drejt rrugës vet, po e keqja është se nuk po diskutohet më për Shqipërinë dhe keqja është ky raporti akoma nuk po diskutohet. Po ndikon te procesi integrimit? Po patjetër, pra, unë po them që është stopuar procesi. Do ta çliroj zoti Rama, është tjetër gjë. Prandaj ju thash, argumentat për çështjen e paraburgimit, që është shkelje të drejtave të njeriut, e kemi thënë, e ka thënë çdo jurist. Dhe që ai e ngriti normal për shkak të një ngjarje që ndodhte te partia vet,
është logjike dhe normale, po ai nuk e vazhdoi, sepse ju thash, do të rregulloj vetëm një nen që ka lidhje me ministrat e tij dhe me atë vet. Pra, ai mbrojti ministren e vet dhe stopoi procesin e integrimit të Shqipërisë. Zoti Rama mund të hecë, ai thot kam plan A, plan B, plan C, ndoshta ka dhe plan Z.